Erman Mamashi ka bërë një deklaratë që ka ndezur diskutime në rrjet duke folur për suksesin, përgjegjësinë personale dhe mënyrën se si njeriu e ndërton jetën e vet. Gjatë intervistës, aktori dhe sipërmarrësi tha se çdo njeri merr pikërisht atë që toleron dhe se varfëria pas një moshe të caktuar nuk është më fat, por zgjedhje. Ai nuk shes si mundësi një qeverisje më të mirë, politika sociale për shtresat në nevojë, politika për mbështetjen e të rinjve apo zbutjen e korrupsionit. Tenderat korruptiv, por fajin, ja lë vetëm njerëzve. Ndoshta për këtë ka pasur në studio njerëz me pushtet si Rama apo Veliaj dhe thjesht ka bërë humor pa i pyetur për mënyrën si qeverisin popullin. Nuk ka rëndësi nëse je në të 40-tat apo në të 60-tat, u shpreh Mamashi. Unë besoj se gjithmonë ke kohë për të ndryshuar, por nëse je aty ku je, e meriton. Ne meritojmë shokët që kemi, qeverinë që kemi, punën që kemi. Ne marrim atë që tolerojmë. Nëse toleron shefin që të sillet keq, gruan apo burrin që të trajton keq, apo edhe vetveten tënde, kur ha një tort, atëherë do marrësh pasojat përkatëse. Sipas Mamashit, suksesi nuk vjen nga fati, por nga vetë disiplina dhe standardet që vendos njeriu për veten. Secili prej nesh është aty ku është, si pasojë e asaj që ka toleruar, përfundoi ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.